Mesazhet e muajit Ramazan e konkretisht agjerimit në të janë të shumta dhe të lloj-llojshme, të fushave të ndryshme. Ka mesazhe edukative, ka mesazhe të besimit, ka mesazhe të dispozitave dhe të fushave tjera që janë të shumta. Prej mesazheve edukative është edhe ai që agjerimi e mëson agjeruesin të përvetsoj vese të mira dhe t'i largoj jo të mirat. Shembull konkret, i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam na tregon se Allahu po thot se agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Pastaj si arsyetim ose si shpjegim i kësaj, Allahu thot se ai largohet prej ushqimit, largohet prej epsheve të tij për mua. Sikur Allahu i lartësuar don të përçoj mesazh të agjeruesi se ti përderisa je në gjendje o agjerues të largohesh nga epshet të cilat ose dëshirat ose qefët të cilat janë halal të lejuara. Largohesh nga ushqimi i cili është halal i lejuar. Pse e ke të vështirë të largohesh nga ushqimet haram? Ose pse e ke vështirë të largohesh nga qefët dhe epshet haram? E përderisa agjeruesi e përfiton këtë vesë që të largohet nga gjërat të cilat Allahu i lartësuar po i thotë më u largu, edhe nëse janë të lejuara, atëherë e ka shumë të lehtë të largohet nga gjërat e ndaluara. Pra me merr këtë mesazh, merr këtë vesë o agjerues dhe jeto me të deri në vdekje.